Platforma ndërkombëtare Global Firepower ka publikuar renditjen vjetore të fuqisë ushtarake për vitin 2026, duke analizuar kapacitetet ushtarake të 145 shteteve nga e gjithë bota. Renditja bazohet në mbi 60 faktorë të ndryshëm, përfshirë numrin e forcave ushtarake, armatimin toksor, ajror dhe detar, buxhetin e mbrojtjes, kapacitetet logjistike, gjendjen financiare, si dhe pozicionin gjeografik të secilit shtet. Të gjitha këto përllogaritet në një indeks të quajtur Power Index, ku renditja me ulët nënkupton fuqi ushtarake më të madhe. Sipas GFP-s, formula e përdorur mundson edhe shteteve më të vogla por teknologjikisht avancuara që të konkurrojnë me fuqi më të mëdha por më pak të zhvilluara. Por ku renditet Kosova? Në renditjen vjetore 2026, Kosova renditet e 138-a. Sipas indeksit të fuqisë ushtarake, konsiderohet se ka grumbulluar 3841 pikë. Për dallim nga viti i kaluar, Kosova ka përparim për 3 vende, pasi në renditjen vjetore 2025, Kosova ishte e 141-ta dhe indeksi i fuqisë ushtarake të FSK-s ishte 4914 pikë. Sipas Global Firepower, në vendin e parë për fuqinë ushtarake janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, Shqipëria renditet e 77-ta në rangun ndërkombëtar. Për dallim nga viti i kaluar, ku Shqipëria ishte në vendin e 78, këtë vit është me fuqi më të madhe ushtarake për një vend. Në këtë indeks, Maqedonia e Veriut është e 114-ta, Serbia e 63-ta, Kroacia e 73-ta dhe Slovenia e 91-ta. Ministri i Mbrojtjes në detyrë i Kosovës, Eyüp Maqedonci, ka bërë të ditur se vendi sot ka pranuar dërgesën e radhës të sistemeve raketore anti-tank OMTAS, të kontraktuara me prodhuesin shtetëror turk Roketsan në dhjetor të vitit 2023. Sipas Maqedoncit, OMTAS është një sistem modern raketor antitank me rreze të mesme veprimi, i projektuar për neutralizimin e mjeteve të blinduara moderne, përfshirë edhe tanke të pajisura me mbrojtje reaktive, si dhe fortifikata mbrojtësi ushtarake. Ai ka theksuar se rritja e llojshmërisë dhe sasisë së sistemeve raketore antitank për forcën e sigurisë së Kosovës ka për qëllim mbulimin e distancave të ndryshme të veprimit, terreneve të ndryshme dhe skenarëve të ndryshëm të kërcënimit. Ky zhvillim rindjeshëm fleksibilitetin operacional dhe kapacitetet mbrojtëse të ushtrisë son, ka deklaruar Maqedonci. Ministria e Mbrojtjes ka bërë të ditur se furnizimi me pajisje moderne ushtarake është pjesë e planit afatgjat për ngritjen e kapaciteteve dhe modernizimin e forcës së sigurisë së Kosovës në përputhje me standardet e NATO-s. Mbaritjen e sistemit antitank OMTAS në Prishtinë ka përshëndetur edhe kryeministri Albin Kurti. Në një postim në Facebook, Kurti shkruan: "Më të fortë, më të sigurt, sistemi antitank turk OMTAS, pjesë e arsenalit të ushtrisë son." Në dispozicionin e FSK-s tani tutje do të jetë, siç më thuam, edhe sistemi turk OMTAS për shkatërimin e tankeve dhe mjeteve të blinduara në një distancë deri në 4 kilometra, ndërsa mund të operojë në të gjitha kushtet atmosferike, ditën dhe natën, madje nuk kërkon kontroll të mëtejshëm pas lëshimit të raketës në drejtimin të objektivit. Sistemi OMTAS ka një rreze veprimi prej 0.2 deri në 4 km dhe është i pajisur me një kokë kumulative tandem, i cili mund të deportojë në armaturën e të gjitha tankeve dhe mjeteve të blinduara moderne. OMTAS mund të përdoret nëpërmjet platformës së vet ose duke integruar kullën e hapur ose kullën e mbyllur në platformën toksore. Në faqen e internetit të prodhuesit turk Roketsan, mbi specifikat e sistemit OMTAS, bëhet e ditur se sistemi mund të përdoret kundër objektivave fikse dhe atyre lëvizëse, ndërsa karakteristike e tij është se është edhe rezistent ndaj zjarrit dhe plumbave. Gjithashtu, sistemi antitank turk mund të ndryshojë objektivin gjatë fluturimit dhe mund të gjuajë nga prapa. OMTAS lëviz drejt objektivit në bazë të rrezeve infra të kuqe, domethënë përmes nxehtësisë së emetuar nga motorët e tankeve dhe automjeteve të blinduara, ndërsa raketa kontrollohet nëpërmjet radiolidhjes. Ndërkaq, pesha e sistemit OMTAS, duke përfshirë platformën e kontrollit dhe raketën në tubin e lëshimit, është rreth 36 kg. Sistemi OMTAS është shfaqur për herë të parë në maj të vitit 2023, gjatë stërvitjes shumëkombëshe Defender Europe 2023, organizuar nga SBA-ja, ndërsa rrjeti ballkanik i sigurisë raporton se FSK-ja është ushtria e parë duke përjashtuar forcat e armatosura të Turqisë që e ka ekspozuar sistemin OMTAS në publik.